Shikues të dashur, u rikthehen përsëri në studio dhe jemi gati edhe për bisedën e dytë të kësaj dite dhe për pjesën e dytë të emisionit mëngjesit. Në këtë pjesë do të ndajmë edhe shumë informata, madje edhe informata saj përket edhe një organizate siç është Kosova Dua dhe organizimit BHUJ 60, i cili është një projekt edukativo patriotik i kësaj organizate, po çka saktë dhe ku do të bëjnë vizita, do ta kuptojmë tash përmes bisedës cilën do ta zhvillojmë këtu në studio bashkë me Agron Kullën, i cili na vjen nga organizata Kosova Dua, është drejtori i kësaj organizate. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën tuaj. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu në studio. Së pari më trego pak për organizatën ju qeveritare, meqense është hera e parë që po takohemi edhe s'është që kemi zhvilluar këtë bisedë më herët. Organizata Kosova Dua ka filluar punimet e saj tash në fillim të shkurtit. Është një organizatë nga përbërja e re, ka për qëllim kryesisht projekte cilët lidhen me fëmijët dhe nxënësat e klasave të nënta dhe nxënësat edhe që në arsimin parauniversitar. Kjo organizatë ka filluar punimet e saj nga 17 shkurtit 2025. Ideja e saj është me disa projekte të cilat vërtet nuk ju ka jep zë shumë të lartë. Ne kemi filluar me projektin e parë, i cili quhet BHUJ 60, është një projekt i cili ka të bëjë me vlerat tona kombëtare historike, projekt i cili ka me përfshi nxënësat e klasave të nënta në vizita zinxhirore në Prekaz, prej datës 1 nëntor deri me datën 28 nëntor, janë përfshi rreth 22.643 nxënësa të gjitha nivele, rreth 851 shkolla në gjitha nivelet në Kosovë. Është një projekt kogja ambicioz dhe kogja interesant, i cili ka me pas shtrire për gjatë muajit nëntor. Pikërisht për nëntor, me lidh me datën 28 nëntor, edhe pse vetëm këtë kompleks, apo me ndoni me u zgjeru edhe më tej, na tregoni pak arsyet. Ideja, sepse kemi filluar në Prekaz, është mendoj që atu e kemi bërë një gërshëtim se gjithçka ka filluar në aspektin e lidhjes edhe në aspektin me uqëkun, po në aspektin kombëtar patriotik, atu e kemi menduar që është e duhura me fillu si fillim, si koncept kjo BHUJ 60 ka me qenë si lloj tradite dhe ka me qenë si cikël projekt. Kjo ka me zgjatë dhe ka më bërë në pavarësinë, domthonë 2026 në pavarësinë e Kosovës, do të jenë edhe disa cikle tjera të projektit dhe komplekse tjera do të përfshihen, po do të jenë gjatë vitit 2026. Për fillim e kemi menduar vetëm kompleksin memorial në Prekaz. Mendoni, besoj nxënësit dhe uroj që shumica prej tyre, ose të paktën gjithë kanë vizituar një herë kompleksin memorial, po aty bashkë me ju çush e keni menduar me u zhvillu vizita, të gjithë një herësh, vizita gjatë ditëve, si keni menduar ndarjen e cikleve dhe gjitha këto? Kur e kemi marrë dhe kemi studiu projektin në të cilët moshë mi përfshi, kemi marrë në përfundim se mosha 14 vjeçare, rrjedhimisht nxënësit e klasave të nënta është më se domosdoshme të përfshihen më së shumti në këtë projekt. Ideja është që secila qytet ka me pas ndarjen e saj. Për shembull, një ditë Podjeva, një ditë Gjilani, një ditë Peja, një ditë Kamenica kështu me radhë. Ka më thujt secila qytet ka më ndërtu prej mënyrës që e kemi, për shembull, ku fillon epizoda e luftës së qytetit. Kam organizu asisoj, jenë të përfshim nxënësat e klasave të nënta. Për shembull, pëzojmë në datën 1 nëntor ka me qenë Podjeva, në datën 2 nëntor Gjilani, kështu me radhë, se cila ka me pas një trajtim të veçantë, kanë më përfshi edhe organizata veteranëve, tutor, profesor, njohës të rrethonave të luftës, të vendeve përkatëse. Ideja si udhëtim ka më qytë rrëfim dhe udhëtim. Ashtu e kemi qujtë, për gjatë udhëtimit kanë me qenë edhe disa mini epizode të masakrave, të luftimeve, po ju pa dashur edhe me qenë rëndes për një moshë e cila është kogja delikate. Pra dhe pamjet janë përzgjedhur edhe si çka tregot është më e përzgjedhur edhe. Po me filtrume dhe ideja është që nuk do të kenë pamje sigurisht që të rënda, por ato pamje të cilat më shumë janë si me thënë, frymëzuese, motivuese për nxënësit e klasave të nënta, duke ditë që kjo moshë kogja ka nevojë për frymëzim dhe motivim, sepse kalon prej një cikli të klasës së nëntë në klasën e 10 dhe kjo mendoj që është një shkallje tyne që mund me kontribu në këtë aspekt. Pra edhe me i ngjall ndjenjat e atë dhe dashurisë, Që është si koncept kryesor, e para është ndjenja e dashurisë, e dyta është një sfidë që e kam personale, unë vërtet jam i lidhur në këto tema shumë dhe ku mendoj që vërtet duhet diçka me bë, dhe kështu e kam filluar edhe në promë, është të cekur ato kur isha është promja dhe skenari kur isha i vogël, ato vetë kam shkruaj skenari dhe kam trajtuar në atë mënyrë që çu kam ndërtuar në konceptin e këtij projektit. Unë kam u trajtuar për 6 korrikut 1992, që
që është aksioni parë, shqyrësimtarë të Kosovës, e deri në vitin 1990. Pra ata do të shohim prej atëherë, e pastaj deri sa të mbrinë të kompleksi për me po... Varsisht prej qytetit, për shembull, Pezajmë Gjakova dallohet për heroinën e grave, kemi me shfaq më shumë për shembull një epizod për shembull me gratë e Krushës, e cila është një trajtim më i veçantë, për shembull pjesa e Llapit dallohet për shkak disa betejave që ka pas më të forta, pjesa e Drenicës dallohet për shkak nisjes së saj, do thonë na kemi me shku varsisht prej Terevës, e kemi me trajtu temën për gjatë udhëtimit dhe shfaqjes. Që me u lidhë dhe ata ta din për vendin nga vijnë, pra zona dhe pastaj edhe më tej. Qësh ka qenë komunikimi me shkollat, keni komuniku së pare me komunat, me drejtorët të shkollave, do të marrin pjesë krejt shkollat e asaj komune që... Kjo është në proces, shumica e shkollave sigurisht që do të marrin pjesë, kjo është edhe projekt i cili shkollat edhe angazhohen edhe bojnë organizime dhe ata për gjatë muajit nëntor. Shumica e vizitave të tyre mund të themi që janë shablon dhe vërtet nuk e japin, si me thënë, haku në një farformë këtyne temave, bëhen vizita shablon, shkojnë 1% në Nxënësën nuk e din vlenën realit ati vend, vlenën realit të 59 të rëmve, prandaj kemi qytë për shkak të 59 të rëmve, kemi qytë atë projektin Boj 60, për shkak të dërgjësimi që kemi qytë. Se cili detaj është i mirë mendum, dhe kemi mundu që spaku të nisëm diçka të bukur. Ideja jonë është me inicu edhe diçka të bukur edhe kjo ka mu shfaq, kjo do të inqizohet sigurisht, do të ketë se cila epizod mënyrën e veçantë të saj, dhe këtu mendojmë që ndoshta idejnë e kemi që me konkuru në disa prej festivaleve, më të njëra në Evropë, dhe me konkuru me këto epizode, me tash me perspektivën e një 14 veçari mbi realitetin e luftës. Ashtu e kemi qëtë gjenerata 2010 dhe 2011, kjo është për herën e parë, të themi. Kjo mendojmë që edhe mi parapri një lende të edukimit kombëtar. Unë mendoj që është një lend goxha domosdoshme që duhet të mu inicu. Ideja jonë është që kjo do të fillojë nicim sepse kjo shkon në disa aspekte, është goxha një kohë e gjatë, po vërtet është koha e lendës edukimit kombëtar. Kanë kalu prej datës përpjekjet para për liri Pezajmë 1989, së demi në 2025, janë afërsisht 50 vite dhe mendoj që mund të marrë materiale edhe në bashkëpunim me gjitha nivelin, ministrit, akademin, profesorët, dhe të bëjmë edhe një lend të edukimit kombëtar. Gjitha kjo është paraprirje me kjo projekt. Këto vizita, kur do të bëhen, qësh është organizu me shku deri atje, edhe a do t'jetë me pagesë, pa pagesë, qësh i keni diskutu këto? Sfida me madhe është çështja e financave, sepse kostja është shumë e lartë. Ne deri më tani kemi bashkëpunime, ne kemi fillu prej datës 29 janar, do më thonë bashkëpunime me biznese, me mekanizma publik-privat, do më thonë deri më tani nuk kemi asë një përkraje të as drejtorive, as të ministrive. Ministria Kulturës... Me komunat a keni bisedu? Po, kemi bisedu. Se kjo është një lloj si ekskursione, a? Besoj që mundet me drejtoritë e arsimit të secilave komuna. Po, besoj që drejtoritë po është në fazat dhe drejtoritë do të participojnë. Ideja e ministrive nuk e kam po të arsyeshme në këtë projekt me participu për shkak disa rrethanave tyne nuk po du me jandej. Ne shuqë që kemi bizneset të mira dhe kemi goxha marrëdhënie të mira me disa biznese dhe individ cilët janë vërtet i thartë të këtyre temave dhe jemi të vazhdu me ta. Përkundër që është edhe 22% të shumës nuk është mbledhur, përkundër që kemi edhe 18 ditë. Uroj që ta shohen këtë intervistë edhe të fillojnë ndoshta të kontribuojnë ata të cilët duan t'ju mbështesin, patjetër, ndoshta bizneset t'ju kontaktojnë edhe t'jenë të hapur me bashkëpunu me juve. Cilat ju i keni menduar edhe për vitin e ardhshëm. Uroj që kam ju shku mirë dhe uroj që edhe nxënësit ata të paktën të kenë një huri pak edhe për kompleksin edhe për luftën që fundit që është zhvillu këtu në Kosovë, e po ashtu t'jem falenderues për lirinë cilën ne tash edhe ata në fakt e gëzojnë. Ju thatë që e keni organizu edhe keni kriju dokumentare të shkurtra, pjesë të shkurtra, që ka qenë kjo përmbledhje, sa ju ka marrë kjo kohë dhe ku i keni siguru pamjet, që ka qenë pastaj komunikime me të tjerët, se jo gjitha janë në YouTube, jo gjitha janë publike edhe informatat a ka qenë e fështira, po e letë me i gjithë.
Vërtet ne punojmë dykon në 19 orë dhe 20 orë brenda ditës. Informatat janë jo vetëm të vështira, por të mangëta për shkak edhe vërtet që ne dimë se mbi 80% e arkivës sonë është ka marrë fund të Serbia dhe është shumica e arkivës është atje dhe nuk kemi edhe probleme të qasin e tyne, por shumicën e këtyre dokumentarëve, mini dokumentarëve, çështjeve i kemi sigurisht prej librave, prej YouTube-s, prej gjithçka që kemi, jemi disa antarë tjerë janë goxhajtarë të tyne dhe punojnë pa lodhër. Gjitha platformat, në libra, në YouTube, në arkivat ndryshme. Ju jeni mundu me i mbledh me i gjetë edhe? Po, dykun janë mbi 226 takime prej shkurtë veç në aspektin institucional, dhe mbi 4.000 takime me biznese. Dhe më thonë që i kemi zhvillu, jemi 7 antarë, dhe më thonë kjetë është për 7 personave. Po vërtet e kemi këto përqeve dhe kemi si sfidë, nuk e kemi zgjedhë ndoshta me manku ose më justifiku, e kemi marrë këtë dhe dhe të vazhdojmë. Po më pëlqen ç'është mujtë me ju gjetë në rrjetet sociale, për shembull? Rrjetet sociale është nisma, projekti është bëhu i 60, në gjitha platformat, në YouTube, në gjitha platformat, Instagram, në TikTok jemi shumë pranishëm, po ashtu në bashkësi iniciale, në gjitha rrjetet zona sociale, numrat kontaktues, maillat, në gjitha rrjetet sociale mund me lajmëru, sepse kemi shumë biznese dhe njerëz cilët janë në proces. Dhe ato, besoj që kjo intervjizë do të shërbej shumë edhe me njoftu do shta na jam një përgjigje pozitive. Uroj që t'jetë ashtu, ju uroj një punë të mbarë dhe faleminderit shumë për kohën, faleminderit për këto detaje dhe këto informata cilat i keni nda, dhe uroj që krejt organizime me ju shku mirë, po ashtu edhe ata të cilët ndoshta një pjesë të historisë apo detaje ka pas që si din ta shtimsojnë edhe për vendin e për lirin në vendin tonë. Shumë kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit për mundësinë, respekt. Kënaqësi. Ndërsa ne tani kalojmë në një lidhje direkte